Ata i druen vezës, miellit, domates prishur dhe çdo mbetje të parrezikshme por që të bën pis. Më shumë do preferonin një objekt të fortë në kokën e ndonjë polici hallëxhi. E madje, në pamundësi të këtij skenari ideal, edhe koka e tyre do bënte punë për algoritmin qeveritar, mjaftueshëm sa për të marrë rolin e viktimës dhe të prishte imazhin e protestës. Ky është halli që mendon çdo deputet kur nesër të mbyll sesionin e parë parlamentar në vitit të parë të mandatit. Kujt prej deputetëve rijosh apo të tjerëve që kanë vite, e madje dekada që deputetlëku mbete e vetmja punë me jetë, i shkoi mendja që do të vinte një ditë që do ishin ballë qytetarëve të vendosur për të mos pranuar më këtë sistem, këta njerëz dhe atë arrogancë që shkëputi çdo realitet me hallin e përditshëm qytetar? Padyshim që i pari që as nuk e çonte në mendje këtë ditë është kryeministri i vendit Edi Rama, personi që shef se si automjetet e deputetëve të tij, madje edhe të kryeparlamentarit, goditen me miell dhe vezë, sende pajësore që nuk të vrasin, madje as lëndojnë fizikisht, por të bëjnë pis. Ky është halli më i madh qeverisjes që mbahet në këmbë nëpërmjet propagandës, dhe nëse e bën zhul me vezë, miell dhe domatet kalbura, bie, shembet, përdoset dhe denigrohet. Mlefi qytetar është më i fortë se çdo poshteti ngritur mbi afera, korrupsion, krim dhe lidhjet me oligarkin. Mjetet e pushtetit janë dhuna, arroganca, shantazhi dhe forca, por forcë më e madhe se guri, huri dhe arma është mielli dhe veza në duart qytetare. Të bësh pis imazhin dhe dukjen është lufta që Rama nuk do donte kurrë ta humte, por koha po tregon se çdo betejë që zhvillon prej 53 ditësh është e humbur, ndërsa arma shfarosëse, që është propaganda dhe blerja mediatike, nuk kanë asnjë vlerë para algoritmit që vjen nga ritmi i protestës.